Imagjinoni të shihni një komunitet të ndërtuar me gjak, djers e sakrifica për dekada të tëra. Dhe pastaj befas, ky komunitet fillon të coptohet brenda pak muajve. Është një situatë vërtet e dëshpëruar. Sakt. Dhe pjesa më e frikshme është se nuk po shkatrohet nga ndonjë ushtri pushtuese apo nga armiq të jashtëm, po ndodh nga një grup njerëzish të brendshëm, njerëz që papritur pretendojnë se kanë zbuluar një, si të thosh, një të vërtet të fshehtë. Një nivel më të lartë spiritualiteti. Pikërisht, një nivel që i bën ata superior ndaj të tjerëve. Tani, çfarë mund të thuhet atyre njerëzve që kanë mbetur të hutuar dhe thellësisht të friksuar nga ky mashtrim? Shiko, ky ishte saktësisht makti jetësor që po përjetonte një udhëheqës i lashtë në shekullin e parë. Dhe përgjigjja e tij ndaj kësaj krize mbetet një nga tekstet më të analizuara edhe sot. Bëhet fjalë për letrën e parë të Gjonit. Dhe është një tekst i jashtëzakonshëm. Po, dhe misioni i këtij eksplorimi të thelluar sot është pikërisht të zhbirojmë këtë burim për të nxjerrë thelbin e këtij mekanizmi mbijetese shpirtërore, i cili, nga sa shohim, bazohet kryesisht te drita e vërteta dhe bindja. Është një situatë pra që ofron një pamje të jashtëzakonshme të natyrës njerëzore. Kemi të bëjmë me të njëjtin autor të cilit i atribuohet edhe libri i zbulesës. Dhe këtu kemi një paradoks shumë të thellë, psikologjik dhe letrar. E di. Domethënë, e njëjta mendje prap atyre imazheve aq komplekse. Tamam, i njëjti mendimtar që ndërtoi ato imazhet më të ndërlikuara dhe apokaliptike të antikitetit. Këtu ballafaqohet me një krizë të menjëhershme sociale. Dhe çfarë bën? Ai i redukton të gjithë realitetin në një ekuacion binar absolut: dritë dhe errësirë. Autoritetet e kohës po përballeshin me një lëvizje të hershme që ishte e ngjashme me gnosticizmin. Pra, njerëz që ofronin njohuri sekrete. Ata thoshin që kishin zbuluar kodin e vërtet, si me thënë. Fiks, këta individ pretendonin se trupi fizik nuk kishte asnjë rëndësi, dhe si rrjedhoi, veprimet e tyre morale në përditshmëri ishin të parëndësishme, përsa që mendja e tyre ishte gjoja e ndricuar. Ishte thjesht një justifikim teologjik për një sjellje thellësisht egoiste. Kjo, domethënë, e shpjegon plotësisht arsyen pse ky tekst fillon me një urgjencë kaq të madhe. Domethënë, në vend të një hyrjeje të gjatë apo diplomatike, autori vendos menjëherë një bazament që nuk levon për interpretime të dykuptimta. Ai godet direkt në shenjë. Po, nëse shohim te 1 Gjonit 1:5, gjejmë të deklaratën thelbësore: Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kur fare errësire. Por përtej simbolikës poetike, mua më lind menjëherë pyetje se si funksionon saktësisht ky mekanizëm i dritës në një komunitet që po mbytet nga gënjeshtra. Drita mund të jetë ngushëlluese, por shiko, mund të jetë edhe verbuese dhe tmerrsisht zbuluese. Drita ka një natyrë të dyfisht dhe kjo e bën atë një metaforë kaq të përsosur për të vërtetën. Domethënë, në fizik, drita bën 2 gjëra. Ajo mundson shikimin dhe ekspozon atë që është fshehur. Në kontekstin e këtij burimi, drita përfaqëson transparencën absolute dhe pastërtinë morale të hynores. Dhe këtu mashtruesit u kapën gafil, besoj. Absolutisht. Ata pretendonin se ishin në kontakt me këtë dritë hynore, ndërkohë që jetonin në një mënyrë thellësisht korruptive. Këtu ndërhyn logjika e hekurt e tekstit. Është një pamundësi ontologjike të kesh një marrëdhënie të vërtetë me vetë burimin e dritës dhe të vazhdosh të fshihesh në errësirë. Të luash 2 lojra njëkohësisht. Pikërisht, errësira nuk është thjesht mungesë drite në këtë tekst. Ajo përfaqëson fshehjen e qëllimshme, gënjeshtrën, atë refuzimin aktiv për t'u parë ashtu siç dikush është në të vërtetë. Tani, të jemi të sinqertë, ideja e një drite që ekspozon gjithçka është pak tmerruese. Askush nuk dëshiron të jetojë në një projektor të pandërprer që i zbulon çdo tmet, çdo mendim të errët apo dështim. Kjo shtron një problem masiv për ata që po na dëgjojnë dhe po përpiqen thellojnë këtë material. A do të thotë kjo se të ecsh në dritë kërkon që dikush të jetë absolutisht i përsosur? Tu është pyetja më e natyrshme. Sepse nëse kushti është përsusmëria morale pa asnjë tmete, atëherë ky nuk është as pak një mesazh shprese. Mua më tingullon si një gjendje e vazhdueshme ankthi, një barë psikologjike që e bën çdo rregullore tjetër të duket një shëtitje në park.
Çdo sistem besimi që kërkon përsusmëri absolute njerëzore është i destinuar të përfundojë në dy gjëra, në hipokrizi ose në dëshpërim të plotë. Dhe burimi unë sot është jashtëzakonisht i vetëdijshëm për këtë realitet psikologjik. Çfarë është më gjepsëse këtu është se teksti adreson drejt për drejt këtë frikë. Ku saktësisht? Te vargu i 9 i kapitullit parë, aty shpjegohet mekanizmi i rrëfimit. Zgjidhja që i jepet këtij njeriu me të meta nuk është rritja e performancës, por rritja e sinqeritetit. Do me thonë të ecësh në dritë nuk është fare ekuivalente me të qenit i pamëkat. Prit, vërtet. Kjo mendoj se lehtëson shumë njerëz. Po, është thjesht një ftesë për të ndaluar së fshehuri. Kur gabimet ndodhin dhe ato do të ndodhin vazhdimisht, reagimi i natyrshëm njerëzor që nga fillimet tona ka qenë mbulimi i tyre. Drita i fton njerëzit i sillin ato dështimet direkt në sipërfaqe. Rrëfimi është pranimi objektiv i realitetit. Është një mospajtim me atë gjënjeshtrën që ja themi vetes se jemi të përsosur. Por shiko, nëse të ecësh në dritë kërkon vetëm të pranosh të metat e tua edhe të kërkosh falje, a nuk rrezikon kjo të kthehet në një si lak mbyllës, në një hapësirë boshe ku njerëzit domethënë mund të bëjnë çfarë të duan? Duket sikur ekziston ky rreziku i madh që rrëfimi i vazhdueshëm të kthehet në një leje për të mos ndryshuar kurrë. Diçka e tipit unë gaboj, e pranoj, falem, pastaj e përsëris nesër. Si mbrohet ky tekst nga ky lloj cinizmi? Mbrojtja ndodhet thellë në atë që e përbën, si të thuash, trekëndshin e artë të këtij teksti, ndërthurja e pandashme mes dritës, të vërtetës dhe bindjes. Pra, drita, e vërteta dhe bindja. Fiks. Një rrëfim që nuk sjell asnjë ndryshim të drejtimit, nuk është sinqeritet. Është thjesht manipulim. Për t'ju kundërvënë atyre njerëzve që e përdorin njohurinë shpirtërore si justifikim për t'u sjellë keq, teksti kërkon veprim të prekshëm. Njohja e të vërtetës duhet të gjenerojë domosdoshmërisht një bindje ndaj atyre parimeve. Fjala bindje përdoret për të përshkruar një harmoni me vullnetin e hynores. E di çfarë? Fjala bindje vjen me një bagazh shumë të rëndë kulturor dhe psikologjik sot. O, absolutisht, sidomos në shoqërinë moderne. Po, sepse në mendjen ton ajo shoqërohet automatikisht me diktaturë, me regjime ushtarake ose qoftë edhe me ato marrëdhënie toksike ku njëra palë anulohet plotësisht për t'u nënshtruar tjetrit. Është shumë e vështirë domethënë të shohësh bukurinë në një kërkesë absolute për bindje, veçanërisht kur ne jemi mësuar të vlerësojmë autonominë e lirinë mbi gjithçka. Ky bagazh është i pamohueshëm, por bazohet në një keqkuptim total të thelbit relacional që prezantohet në letër. Kërkesa për bindje bëhet konkrete te vargu 5.3, ku thuhet sepse kjo është dashuria e Perëndis, të zbatojmë urdhërimet e tij. Koncepti origjinal pas kësaj nuk ka të bëjë fare me një nënshtrim të dhunshëm nga frika e ndryshkimit. Pra nuk është një shef që qëndron me kamshik në dorë. As pak, imagjinohet një lloj harmonizimi, një besim aq i thellë te mirësia e ligjvënësit, saqë ndjekja atyre rregullave bëhet thjesht reagimi më racional dhe i shëndetshëm. Urdhërimet këtu nuk janë një rrjet me rimangash për të kapur fajtorët, ato trajtohen si, dhe me thënë, udhëzime inxhinierike për një jetë që funksionon tamam, ashtu siç ishte menduar. E kuptoj dimensionin racional. Këtu bëhet vërtet interesante dhe shpesh mund të përdoret metafora e një vallëzimi me një partner. Ndjekja e hapave nuk bëhet nga frika se mos e shkelin partnerin. Bëhet nga dëshira për të qenë në harmoni absolute me muzikën dhe lëvizjen. Në një gjendje ku nuk ka rëndësi kush udhëheq për sa kohë arrihet ajo bukuria e vallëzimit. Është një analogji e mrekullueshme. Por shiko, le të jemi pak realist për një moment. Ka raste kur të bësh gjën e dur, kur kërkohet t'i bindesh një urdhërimi për shembull, për të falur dikë që të ka shkatruar jetën, e po nuk ngjan as pak si një vallëzim. As pak. Ngjan më shumë si një betejë e përgjakshme me veten, me instinktet bazë të hakmarrjes e të inatit. A nuk e zhvlerëson kjo sfida kaq njerëzore idenë se bindja është thjesht një reagim dashurie i lehtë?
Ky është thelbi i problemit dhe një vëzhgim briljant. Vallëzimi nuk përjashton dhimbjen, as atë fërkimin e brendshëm muskulor dhe mendor. Por ajo që e bën atë një reagim dashurie nuk është mungesa e vështirësisë, është vullneti për ta kaluar atë vështirësi për hir të diçkaje më të lartë. Dashuria biblike nuk ka asnjë ngjashmëri me këto përkufizimet e sotme komerciale apo sentimentale, ku gjithçka është fjalë e bukur. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë. Tamam. Kur Gjoni shkruan deklaratën sismike, Perëndia është dashuri, ai nuk po jep një përshkrim për një ndjenjë emocionale të këndshme. Ai po përkufizon një natyrë thellësisht sakrifikuese. Termi origjinal është agapi, dashuria si një veprim i pastër i vullnetit. Është angazhim aktiv për të kërkuar të mirën e tjetrit, absolutisht pavarësisht kostos. Dhe ky angazhim e vendos gjithë barrën e provës jashtë sferës së mendimeve private. Do me thënë e hedh direkt në arenën e jetës publike. Kjo e bën thërse atë vargun të një Gjonit 3.18 ku thuhet let mos duam vetëm me fjalë, por me vepra dhe në të vërtetë. Unë mendoj se ky është thelbi më i ashpër dhe ndoshta më i domosdoshëm i gjithë këtij burimi. Jam plotësisht dakord, e sidomos sot. Po sot, në një epokë ku është shumë e thjeshtë të tregosh moralitet duke shkruar një status mbështetës në rrjete sociale, teksti argumenton se të gjitha fjalët janë krejtësisht të zbrazda, nëse nuk pasojnë nga një ndihmë fizike, një zgjedhje reale për të dëgjuar tjetrin, apo një vendim i vërtet për ta falur. Praktika, domethënë, është i vetmi laborator ku vërtetohet, nëse ajo dritë ekziston realisht brenda individit. Ka një mekanizëm psikologjik të jashtëzakonshëm prapa kësaj kërkese për praktik. Burimi argumenton vazhdimisht se urrejtja, egoizmi apo inati nuk janë thjesht emocione kalimtare apo negative. Ato janë forca që e shkatrojnë thellësisht aftësinjose të personit. Gjoni thekson se dikush që urren vllajën e tij është fizikisht dhe shpirtërisht në errësirë, dhe errësira i ka verbuar syt. Është një gjendje e verbërisë totale morale. Fiks. Tani, nga pikpamja e psikologjisë moderne, kjo kthehet në atë që quhet disonancë kognitive e thellë. Kur një person është i mbushur me urrejtje, ai e humbet çdo objektivitet. Nuk mund të gjykojë dot së qarta situatat dhe as vetveten. Drita nuk është njohuri abstrakte, ajo mbahet e ndezur pikërisht përmes atij mekanizmit të veprimit të dashurisë. Nëse ndalon së vepruarit me dashuri, fjalë për fjalë barazohet me fikjen e dritës. Kjo logjika ka kuptim të plot për individin, por çfarë ndodh nëse e zhvendosim këtë në një shkallë më të gjerë? Nëse i kthehemi atij komunitetit të shkatruar që përmendëm në fillim, çdo mashtrues karizmatik që i afroi grupit, me siguri fliste me fjalë jashtëzakonisht të ëmbla rreth dashurisë dhe dritës sekrete. Mjeshtrat e manipulimit këtë bëjnë gjithmonë. Pikërisht, e njohim fjalorin. Dhe në epokën tonë sot, situata është edhe më kaotike. Kemi mijëra zëra të fuqizuar nga algoritmet, nga interneti, që ofrojnë receta pafund për ndriçim shpirtëror, për zhvillim personal dhe gjëra të tilla. Pyetja është si mund ta di dikush se cilin zë të dëgjoj kur të gjithë tingëllojnë kaq të sigurt dhe përdorin praktikisht të njëjtin fjalor. Zgjidhja që jepet për këtë krizë thellësisht moderne të informacionit është vërtet po aq e mpreth sa thelbi i problemit. Gjoni fut atë koncept që njihet si filtrimi shpirtëror. Ai jep një paralajmërim, mos i besoni çdo frymë, por i provoni frymrat. Ky është fillimi i kapitullit 4. Ai thekson nevojën urgjente për discernim, që është aftësia për të dalluar të vërtetën. Pas një artikulli për të parë a është mashtrim. Ashtu teksti kërkon të bëhet një analizë e thellë e çdo teologjie. Nuk duhet pranuar asgjë tjetër sepse ka një paketim të bukur emocional. Pika kritike këtu do me thënë është se si zhvillohet ky testim në praktik. Cila është ajo letër lakmusi që ndan të vërtetën nga ai manipulimi i sofistikuar. Unë jam i sigurt që nuk bëhet fjalë vetëm për të përputhuar disa fjalë me një listë doktrinash, sepse siç the pak më parë, vetnjohuria teorike mund të përdoret si armë. Ësakt? Duhet ketë një indikator pak më të fortë, një provë që e bën të pamundur falsifikimin vetëm me oratorit bukur. Letra e lakmusit është pikërisht rezultati i jetës së përditshme. Filtri i parë padyshimi ishte teologjik. A e pranonin natyrën e Jezusit apo jo? Por filtri thelbësor, ajo prova e pafalsifikueshme për të cilën po flet, është transformimi etik.
Nëse një udhëheqës apo një zbulim i ri shpirtëror nuk prodhon një jetë me integritet më të lartë, transparencë dhe një dashuri që sakrifikon, atëherë ai zë thjesht nuk vjen nga drita. Fjalët nuk kanë asnjë peshë pa këtë. Absolutisht. Mashtruesit e atëhershëm kishin këtë teologjinë magjepse intelektuale, por ata braktisën komunitetin. Ata i përçmonin ata që ishin, si me thënë, më pak të ndritur. Kjo arrogancë ishte prova përfundimtare e errësirës së tyre. E vërteta, të paktën sipas këtij teksti, thellësisht përul njeriun. Ajo asnjëherë nuk izolon dikën në ndonjë kull fildishi. Kjo thellësisht shërben si një mjet vetëbrojtje jashtëzakonisht efikas. Jo vetëm kundër atyre manipuluesve të jashtëm, po shiko, ndoshta edhe kundër vetmashtrimit ton. Kërkon një ndershmëri të pamëshirshme me veten. Por kjo analizë mua më ngre një pikpyetje shumë të madhe rreth qëllimit përfundimtar. Cila është pyetja? Pse është i nevojshëm i gjithë ky proces? E kam fjalën pse theksohet kaq shumë ky rrëfimi i dhimbshëm, kërkesa për ato vepra kaq radikale dashurie dhe ky filtrim thuajse paranojak i çdo mësimi. Cili është destinacioni final që ky autor shpresonte të arrinte? Sepse deri më tani e gjithë kjo gjë tingëllon si një punë tepër raskapitse, si mendore, ashtu edhe fizike. Mund të duket totalisht raskapitse, e kuptoj atë që thua, por synimi i vërtet është saktësisht e kundërta e lodhjes, është çlirimi nga ankthi ekzistencial. Destinacioni shpallet fare hapur nga fundi i tekstit, te një Gjonit 5.13, ku ai thot, ju a shkrova këto gjëra, që ta dini se keni jetë përjetshme. Që ta dini, pra kërkon siguri absolute. Pikërisht, siguri. Qëllimi nuk është i mbaj njerëzit në një gjendje terrori oral, ku ata pyesin vazhdimisht a jam i mjaftueshëm, a kam bërë mjaftueshëm, apo a do të më flak drita jashtë për një gabimi. Ai do që komuniteti i tij të di me siguri se ku qëndron. Psikologjia pas kësaj është thelbësore. Si ashtu? Një besim që shoqërohet gjithmonë me dyshim dhe me atë frikën e ndëshkimit, e minon çdo kapacitet të vërtet për dashuri. Frika gjeneron mbrojtje dhe egoizëm, siguria, nga ana tjetër, gjeneron bujari. Wow, kjo është fantastike. Ky është thelbi ku e gjithë struktura e këtij libri bashkohet kaq bukur. Pjesa më e madhe e pasigurisë njerëzore vjen kur ne njerëzit mbështetemi te forcat apo te meritat tona për të arritur qetësinë. Dhe me qenë se performanca jon ka gjithmonë ulje e ngritje, edhe paqja jon mendore luhatet nga dita në ditë. Është si një slit drasash. Tamam. Por ky tekst tregon se siguria nuk ndërtohet mbi iluzionin që ne po bëjmë një jetë pa gabime. Ajo ndërtohet mbi hirin e atij Perëndie që është dritë dhe mbi realitetin e një sakrifice. Dhe jetohet duke u treguar plotësisht transparent. Kur gabimet pranohen dhe falen, atëherë aty gjendet siguria. Brënda procesit të ecjes, jo të një farë iluzioni i mbërritjes në atë përsosmërinë. Dhe ky, domethënë, është ndryshimi thelbësor nga të gjitha ato filozofit apo sistemet që ofrojnë formula shpëtimi bazuar te performanca. Kjo tregon se feja nuk është thjesht një kornizë mendore. Krishterimi nuk përshkruhet këtu si një fenomen sipërfaqësor sociologjik ku ti identifikohesh me grupin vetëm kur të volitet. Është shumë e thellë saq. Është një forcë organike, jetësore, që rrjedh ngrohtësisht nga njohja e një Perëndie që fal, dhe kjo transformon në rrënjësisht të çdo ndërveprim. Nuk mund të ndahet drita nga e vërteta, nuk mund të ndahet e vërteta nga bindja. Dhe sigurisht, të gjitha këto nuk ndahen nga ajo dashuria e vështirë që bëhet përmes sakrificës dhe faljes së përditshme. Është mahnitse se, si domethënë pas analizimit të këtij burimi thellësisht të lashtë, e gjithë kjo reduktohet në parimet më esenciale të një komuniteti që kërcënoi aq shumë nga jashtë e nga brenda. Ky theksi madh që vjet mbi thjeshtësinë e veprimit në vend të atij kompleksitetit të teorisë, ngre një pikë mjaft interesante për ta menduar thellë në fund të këtij sesioni. Po, mua gjithmonë më ka magjepsur diçka te ky tekst. Është magjepse të vrehet se si kalimi viteve dhe përvoja jetësore priren ta zhveshin të vërtetën nga ato zbukurimet e panevojshme, pasi dikush ka përjetuar trazirat më të mëdha politike, ndarje të thella teologjike dhe ka parë natyrën njerëzore si në dritë ashtu edhe në errësirën e saj më të madhe, gjërat më thelbësore dalin në pa me një qartësi thuajse tronditse. Bën shumë thjeshta.
Fiks, nuk është as pak rasti që ky tekst refuzon një dhe spekulim të thellë filozofik. Ky bari moshuar mbërrin në përfundime brutalisht të thjeshta, të ecet në dritë, të kërkohet falje me ndershmëri të plot kur gabohet, dhe të kthehet e gjithë ajo e vërteta në akte të pandërprera dashurie ndaj të tjerëve rreth nesh. Thjeshtësia këtu domethënë nuk është mungesë thellësie, ajo është arritja përfundimtare e thellësisë, pasi e ke zhveshur nga çdo shtresë e iluzionit. Kjo është një sfidë jashtëzakonshme për cilindo individ sot që e ka prirjen ta bëj kuptimin e jetës apo të spiritualitetit më të ndërlikuar se ç'duhet. Shpesh kjo kompleksitet është vetëm një justifikim i maskuar shumë mirë për të shmangur veprimet e vështira praktike. Ndoshta mbrojtja e vetme dhe reale në këtë botën tonë të bombarduar nga zëra mashtrues është pikërisht ky kthim tek ky lloj ditari antik, një thirrje fuqishme për transparencë absolute me vetveten. Dhe për një dashuri që nuk mjaftohet me retorik, por përvesh mëngët dhe ndot duart në mbështetje të tjerëve. Dhe shiko, ky ishte synimi i këtij sesionit sotëm. Të sigurohemi që njohuria të mos jetë vetëm një dosje mendore, por një mjet për të naviguar jetën. Taman, është një udhëtim ndershmërie. Një udhëtim që në fakt përfundon thellësisht me lirinë e dikujt që nuk ka më asnjë gjë për të fshehur në errësirë. Të ecësh në dritë padyshim mbetet zgjedhja më sfiduese, por njëkohësisht ajo më e vlefshme. Faleminderit atyre që u thelluan bashkë me ne sot në këtë bisedë dhe shpresojmë që ky eksplorim t'u ke dhënë pak nga ajo dritë dhe qartësi